lënë plotësisht në arrest, jo sot, po vitet të tëra. Pse të mos themi, edhe në kohën e sistemeve të para, për aq sa ka dhënë Tragjasi dhe komuniteti i gjithë Krajinës, shtetet, qeverit tona, nuk i kanë dhënë vlerat që i takojnë këtij populli, këtij komuniteti. Edhe sot themi që këto qeveria deri më sot, të këtyre 30 viteve, pse të mos themi që e kanë lënë të qëllimshme lënje në arrest të Tragjasit dhe të Krajinës Dukatori Kumradin. Pse të mos bërin investimet komplet të realizoheshin këtu në Tragjas, këtu në Krahin, të gjitha ato investime që kërkojnë të bëjnë në prapa krave tona, mbrapa Llogoras, për interesa personale dhe përfitime personale. Të lësh një komunitet të pa ujë, e lë pa jetë, e lë pa dritë, e lë pa frymë. Prandaj, unë ju falenderoj të gjithëve, falenderoj pjesëmarrësit dhe bijtë tanë e të Krajinës tonë që kanë ardhur nga diaspora. Falenderoj atë djalin që foli nga Strasburgu, që na bën një mbështetje të jashtëzakonshme. Ju falenderoj të gjithëve dhe të jemi të gjithë bashkë, në çdo kohë dhe çdo moment, sepse do t'ju them një gjë që deri tani po rri në heshtje. Mendoj se mbas fushatës së zgjedhjeve do fillojnë prapë reprezaljet. Kjo do t'jetë me tutshme për ata që e bëjnë këtë gjë. Besoj dhe dëshiroj që kryeministri Edi Rama është i zgënjye ose i keq informuar nga ata që kanë bërë projektet, nga ata që kanë marrë parat për të bërë një gjë të tillë, duke bërë mashtrime. Prandaj duhet të reagojë kryeministri me të gjitha këto argumenta, me të gjithë këto probleme që ngrihen publikisht, që ky komunitet nuk është informuar as edhe një përqapje e të gjitha këtyre projekteve që ata kanë realizuar. Ju falenderoj të gjithëve dhe të vazhdojmë përpara.